Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzë për një me. Javën e kaluar Kosova e ka pranuar raportin e progresit të Komisionit Evropian. Ky raport është njëra nga matjet më të rëndësishme të performancës së institucioneve të vendit në shumë fusha, përfshirë drejtësinë dhe sundimin e ligjit. Në tërësinë e tij, raporti është kritik. Raporti thotë se ka progres të kufizuar, që përkthehet se janë ndërmarrë veprime, por rezultatet prekshme nuk ka ende dhe ka sfida dhe mangësi serioze që duhet përmirësuar. Prokuroria e Shtetit është ende pa kryeprokuror. Dënimet për korrupsion janë të ulta, lëndet vazhdojnë të jenë të stërgjatura. Në tërë mandatin e saj, qeveria Kurti nuk ka arrit me miratu strategjinë kundër korrupsionit, ndërsa pjesa më e madhe reformave kanë vazhduar të mbesin në iniciativa. Si rezultat, Kosova është vend pa strategji kundër korrupsionit. Mekanizmat ligjor të hetimit të korrupsionit janë ende duke u ndërtuar në plotni, ndërsa hetimet për shpërlarjen e parave janë pothuajse inekzistente. Buxheti i vendit nuk promovon shumë investime në luftimin e krimit dhe fuqizimin e mekanizmave të hetimit dhe kjo tregon që edhe për vitin tjetër nuk jemi në një rrugë që do garantohej një reformë substanciale në këto fusha. Për me i diskutu konstatimet e raportit të progresit dhe sfidat që dalin nga ky raport, në studio kemi ftu Gens Nimoni nga Ministria e Drejtësisë, Florenc Pahia, KDI, Nuredeni Bishi, ekspert i sigurisë dhe Kreshnik Gashi nga Kallëzë.com. Fillimisht, zotri Nimoni, po du me nis me ju, me Ministrinë e Drejtësisë, që e keni konsideru këtë raport të progresit apo regresit? Fillimisht faleminderit për ftesën, gjithmonë kënaqësi me qenë në këto ambiente. Po ne kemi pranuar raportin dhe dëgjova me vëmendje, domethënë hyrjen në kuptimin e gjetjeve dhe konstatimeve. Sa i përket çështjeve që ndërlidhen me mandatin e Ministrisë së Drejtësisë, ne përgjithsisht do të thotë kemi identifikuar disa gjetje të cilat relativisht janë qëndrueshme, ku përmendet reforma në drejtësi, reforma në Këshillin Prokurorial, pastaj adresimi i dhunës në familje, por gjithashtu edhe sistemi i buzheve. Ndonë se janë disa fraza që përkthehen ose që përsëriten nga vitin e vet, relativisht raporti identifikon gjetje që ndërlidhen me reformën e drejtësi, apo më mirë me thonë me pjesën e paketes ligjore të deklaratës së përbashkët të zotimit. Pastaj kemi të reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës, edhe du më ndalë të këto dyja, dhe më thonë që raporti përkundra asaj që flitet për progresin e kufizuar, megjithatë këtu përmendet progres, do të thotë progres në kuptimin e një pune të vazhdueshme në veçanti në pjesën e reformës përmbajtësore që ndërlidhet me Këshillin Prokurorial të Kosovës. Nëse marrim këto, shohim që do të thotë në maj ishte publikimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese ku validohet reforma në drejtësi dhe në qershor kemi hyrjen në fuqi të këtij ligji. Këtë e konstaton do të thotë vetë raporti i progresit dhe mbi të gjitha ose mes tjerash tregon për rëndësinë e zbatimit të tij. Ne kemi pa tash, sepse ne kur hartojmë këto ligje, ne kujdesemi që vërtet bëjmë ligje të mira, të cilat janë të aplikueshme ose të zbatueshme, ashtu me thonë, dhe posa ka hyrë në fuqi ky ligj, do të thotë ka filluar të ketë efektet e para. Ne e dim që Këshilli Prokurorial i Kosovës fatkeqësisht ka funksionuar dhe funksionon ende, tash me përmirësimet e caktuara për shkak të ligjit, do të thotë ka funksionuar në një përbërje korporatiste, dhe ka qenë dhe për këtë konstatuohet jo nga ne, por konstatuohet nga raporte ndërkombëtare dhe indekse ndërkombëtare kredibile. Një përbërje totalisht e pabalancuar. Nga 13 antarë, 10 kanë qenë prokuror dhe vetëm 10 kanë qenë me një jo prokuror në përbërje. Tashme do të kemi një përbërje dhe kemi një përbërje të re me ligjin e ri, që është me 7 antarë, 3 prokuror dhe 3 antarë jo prokuror, mirë po dhe kryeprokurori sipas detyrës zyrtare. Është përbërje e balancuar, mirë po që mundson një përfaqësim të duhur të interesave, do të thotë vetë sistemit prokurorial. Efektet e para janë pa në terren për shkak se kishte skenare para hyrjes në fuqi të ligjit dhe posa hyrë në fuqi ligji me dorëheqje të planifikuara, fatkeqësisht, dhe me planifikimet për rahatime, do të thotë edhe për
emërime të reja brenda Këshillit Prokurorial që planifikojnë të zgjatin mandatin 5 vjeçar, do të thotë anëtarëve aktual. Dhe mbi të gjitha, efektet ishin se ky ligj e ndaloi atë dhe tashme janë duke pa efektet e para. Ka dhe gjetje tjera në veçanti që ndërlidhen të adresimi i dhunës në familje, pastaj përmirësimi i sistemit të burgjeve, në veçanti zhvillimi i programeve rehabilituese. Për ne kjo mjaft e rëndësishme dhe progresi vazhdon. Dhe mbi të gjitha, ndonse ishte një vit zgjedhor, Ministria e Drejtësisë realisht dhe qeveria nuk është ndalë sa i përket reformës në drejtësi, ku kemi tash këtë paketën ligjore të deklaratës së përbashkët të zotimit, janë 6 ligja, ose projekt ligje me thonë me që janë në këtë fazë, dhe ne ndonse në vitin e kaluar në tetor ishin përfunduar dhe presnin miratimin, megjithatë ishin rekomandimet e vetë zyres së Bashkimit Evropian që të njëjtat të dërgohen në Komisionin e Venecias, dhe ne stopuam miratimin, dërguam në Komisionin e Venecias, në mars pranuam opinionet e para për 4 projekt ligjet, ndërsa tani në qershor pranuam edhe këtë të fundit. Dhe mbi të gjitha validohen do të thotë, ose më mirë thonë validohet reforma në këtë paket ligjore që mbi të gjitha ka të bëjë me kontrollin e integritetit, përforcimin e sistemit disiplinimit dhe deklarimit pasurisë, po mbi të gjitha edhe forcimin e vlerësimit të performancës. Dhe ne nuk ndalim dhe një grup teknik do të thotë i Ministrisë së Drejtësisë i brendshëm vazhdon duke adresuar këto rekomandime, ka disa gjetje rekomandime që janë në kuptimin e përmirësimit dhe posa ta kemi qeverinë e re, ne do të thotë do të aftojmë grupin e madh, grupin e gjerë punues me të gjitha aktërët në kuptimin e finalizimit të këtyre gjetjeve. Faleminderit zotri Njumoni, zotri Bishin, në këndin e juaj që keni pa raportin si progres apo regres? Më dhe këto raporti përgjan njëra tjetërës, them kështu me disa oscilime, unë veç po përmendni ka 29 fusha sa kom pa. Progresi mirë është vetëm një kapitull, progres në disa përparime ka 11 kapitull, ndërsa përparimi i limituar është në 17. Kjo tregon që akoma jemi në atë fazën sipas vlerësimit të Komisionit Evropian, në fazë them kështu të jo stand-by, po një formë një lëvizjes përpara, nuk mund të thonë që kemi limite, por gjithë ky shtangim për shkak të kushteve edhe politike dhe institucionale ka bërë që ky raport jetë me shumë limite të kufizuara, dhe pse mendoj pasi po flas pak më veçantë për sektorin e sigurisë, ne kemi mendoj avancime në sektorin e sigurisë, kuptimin edhe të policisë, edhe të FSK-s, edhe të Agencioni Kosovar të Inteligjencës, si po bën përparime dukshme, por edhe në AME, Agencioni për Menaxhimin e Emergjencës, por gjithashtu edhe të doganat. Pra gjithandej mendoj që ka përparime, por që qeveria duhet ato në formë raportin e vetë ti plotësoj, nga se kërkohet edhe pra një tipet çdo herë një vlerësim edhe i këtij pra raportit të progresit edhe nga institucionet qeveritare për gjithë këto. Mendoj që pak është ngjetje për shkak të opinionit që por që akoma ky raport nuk është përkthyer në shqip. Kur thasha keni një formë, më të përbojnë gazetarët apo iniciativa tjera se sa përbojnë qeveria ta pasi që do të jetë i autorizuar ky raport i progresit, nuk mund të jetë për shkak vetë përkthimit apo nivelit të përkthimit. Gjithashtu do përkujtuar edhe disa çështje, pra rreth asaj se në periudhën vitit 2016, pra ne kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, po flas për disa avantazhe, mandej aplikimi për antarësim është në dhjetor të vitit 2022 dhe liberalizimi i viza ka ndodhur në vitin 2024. Çështja e pranimit në Këshillin e Evropës ka ngjitur vetëm fazën e fundit e dhënë fort mirë, cila ka e vitit 2023, nëse nuk gaboj, edhe kjo bën që akoma kemi stagnim në organizatat ndërkombëtare, por edhe të Rusnisë të vazhduar përgjithsisht Serbisë, e cila po bën lobim të vazhdueshëm për mospranim. Kto po flasin në veçantë për sektorin e sigurisë, nga se mungesa e antarësimit në Interpol edhe organizata të tjera ndërkombëtare, por bën që ato tregojnë një formë, një deficit në vetë
edhe në veprim, por njëkohësisht edhe vetë raporti. Kjo flas për këtë kapitullin e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë, që është një progres ilimituar, edhe pse mendoj që kur flas për sektorin e sigurisë ka një progres të avancuar, gjithsesi një progres më të mirë, por që realisht ndoshta në sferën e drejtësisë edhe fushës lirisë, mendoj që ka ngecje, por që do t'i diskutojmë në detaje më vonë. Zëri Spaja, ku i keni pa problemet kryesore në këtë raport? Realisht, ajo që ka shihet është që nga raporti në që lexon, ka disa fraza të cilat i përdor vazhdimisht, sidomos është gjuha e BE-s, që është faza e hershme e përgatitjes, për shembull, një farë përgatitje ose progres i limituar, po aty ku ka kredit, për shembull, edhe japet krediti. Normalisht që raporti në aspektin nëse e marrim në sistemin të drejtësisë, shihet që janë bo përpjekje, po megjithatë edhe përpjekjet që janë bo, për shembull, nuk është që janë implementuar më pas nga institucione. Për shembull, nuk u përmend, po e vendos faktin edhe reflekton që ka vazhdimisht kritika ose i shtyn institucionet për me implementuar në mënyrë duhur ligjin tashmë të rit për Këshillin Prokural të Kosovës. Po ashtu raporti ka vendosur kritika ose vë theks tek rastet e korrupsionit të cilat po gjykon, po nuk po marrin një epilog përfundimtar. Unë mendoj që kjo është pjesa më e dëmshme për shtetin e Kosovës, për shkak se tek ne korrupsioni fillon me u gjyku edhe një lloj derisa të merr një epilog përfundimtar, dyqysh edhe gjykata, edhe prokurori fillon me besu që të pandeurit nuk janë më ata që kanë kryer krimin. Domethënë nuk ka krim, nuk ekziston krim. Në anën tjetër, sikur të kishim një sistem më efikas, po besoj që do të reflektohej edhe në këtë raport, edhe po besoj që do të ishte shumë e nevojshme që edhe qytetarët ta shihnin më pas këtë progres, ta përjetonin këtë progres, sidomos tek rastet e korrupsionit. Pse po them kështu? Sepse e rrit besimin e qytetarëve karshi institucioneve. Në rastin konkret, nëse një rast për shembull i korrupsionit fillon ka filluar vitin e kaluar dhe nuk gjykohet edhe pas 2 vitesh, atëherë i hub kuptimi dhe i hub sensi. Në këtë sens ka fol edhe raporti. Më pas, për shembull, raporti ka theksuar mungesën e miratimit të kodit civil dhe kodit procedurës civile. Po besoj që të dy i dim problemet që kanë qenë, edhe që vetë BE-ja ka qenë financuesi kryesor ndoshta i kodit civil, i cili mendoj që nëse takohesh me sistemin kanë vrejtje. Domethënë edhe vetë sistemi, edhe pse kanë punuar vazhdimisht në kod, vazhdimisht kanë vrejtje, nuk është përfshi kjo, nuk është përfshi ajo. Në rastin konkret, nëse ju japet mundësia pra me i përfshi ato pjesë të kodit civil, atëherë disi i ngrinë duart të thonë, jo, po nuk dija me i punu këto. Çka është një çështje tjetër që e ka vlerësuar pozitivisht raporti i progresit e që duhet më përmend. Për shembull, është rasti kur Prokuroria Speciale i ka trajtuar krimet e luftës edhe krimet e dhunës seksuale të kryer gjatë luftës. Po e vendos prap një sfidë që e kemi si shtet, në bashkëpunim me Serbinë, për shkak se nuk kemi informata. Dhe normalisht që kjo sfidë është për Kosovën si shtet, po nuk është një sfidë e cila na ndalon antarësimin nëse kishim hujt me shujt ose progresin, por gjithsesi e jap me kuptu. Më pas shohim që raporti përmend për shembull fondet e pakta që janë për shembull për Akademinë e Drejtësisë ose mungesa e trajnerëve për gjyqtarë të ri dhe prokurorë të ri. Pse ndodh kjo? Unë mendoj që vetë menaxhmenti duhet të më fokusu më shumë në prurjet jo vetëm vendore, po duhet me pru edhe prurje ndërkombëtare. Ka mundësi edhe ka hapësirë me u bë ndryshime ose me u hap në kuptimin, edhe akademia me u hap në kuptimin që me pru ekspertë të jashtëm, të cilët kishin me trajnuar gjyqtarët në fusha të ndryshme. Cilat janë fushat që më shumë ti ka nevojë për trajnim gjyqtari. Mendoj që edhe fushat civile kanë nevojë për trajnim për me u pa pak më ndryshe ndoshta në aspektin e përgjithshëm. Çfarë ka nevojë tjetër? Kemi nevojë në fusha penale. Për shembull, nëse probleme kemi dhunën në familje ose trajtimi çu po trajtohet dhuna në familje, pse mos sjellim ekspert të dhunës në familje? Po ndodh kjo, Florent, nëse shohim që ka nevoja të tilla sistemi drejtësisë, prokuror, gjyqtarët me ditë më shumë ose me u trajnu
për fushat të caktuara. Pse nuk ka të tilla? Unë menoj, ata trajnimet e obligueshme besoj që shumica, për mos më thonë gjithë i ndjekin, edhe shkojnë, po menoj që do duhej sistemi ta obligonte spakut të bënte një screening më pas çati skenimit të situatës me i obligu në trajnimet të caktuara prokurorët në trajnimet të caktuara gjyqtarët aty ku kanë çalu për shembull, sepse nëse e bën një analizë të rasteve, domethënë edhe e sheh, përse si një gjyqtar është punë kolosale, e di që është punë shumë e madhe edhe për sistemin, po prapë mundet më u bë. Domethënë nuk është diçka që është e pamundshme dhe çka munden me përfitu. Përfitojnë qytetari sepse kemi me pas sistem më efikas të drejtësisë edhe ka mundu drejtësia pak më shpejt. Ju e keni rastin domethënë po besoj që e dini edhe jeni vetë dëshmitar kur një land që e keni dërguar vetë në gjykat, domethënë disa vite trajtim. Imagjinoni ju jeni media dhe keni fuqinë që nuk e kanë ndoshta qytetarët dhe prapë edhe lante juaja presin me vite në sistem. Nuk do duhet të ishte që do të kishte dallim mes jush dhe qytetarit, po gjithsesi ndodh një dallim edhe brenda sistemit. Sistemi bën dallimin, po prapë kur kthehem, qytetari e vum pasojën. Për shembull, na kemi qendrën për ndihmë juridike falas, edhe vazhdimisht kemi qytetarë që ankohen edhe vinë me raste pa numërta të vonesave që i kanë. Për shembull, hiç më larg se dje e kemi pranuar një rast që për një çështje të marrëdhënies punës, domethënë nuk është trajtuar që 3 vite. 3 vite nuk ka marr asnjë ftesë, asnjë shkresë pala. Domethënë 3 vite nga marrëdhënia punës, ku është logjika e kësaj? Domethënë pse atëherë do të më drejtu dikush gjykatës ose më kërku drejtësi. Nëse shohim këto problematika Florent vit pas viti në raportet e progresit, çka është tu i pengu institucionet me i kry, ose me i marrë dhe me i trajtu këto rekomandimet që vinë të ishte vit pas vitit, sepse lante të zgjatura janë pjesë e raportit të si çdo vit? Për shembull, raporti tash e një lloj përparimi të KGK-ja që ka bërë për trajtimin e landëve dhe thotë që ka ndikuar në zvogëlimin e landëve. Unë besoj fuqishëm që ajo mund të ketë ndikuar në disa aspekte, në disa çështje që është ul numri i landëve, po prapë numri i landëve vazhdon të jetë shumë i madh. Domethënë ka qytetarë që prat landa atyre prat me 5-6 vite pa u trajtu asnjëherë. Domethënë pa marr asnjëherë në dorë nga gjyqtari. Nëse një land është dorëzuar në 2019 dhe sot jemi në 2025, në përfundim të 2025-s, opton landa e hub kuptimin edhe drejtësia. Për këto, po mendoj Këshilli Gjyqësor besoj fuqishëm, po edhe gjyqtarët me një angazhim pak më të madh. Sidomos gjyqtarëve kish shumë me u realizu kjo. Overloadin e punëve kanë shumë të madh, po edhe numri i gjyqtarëve nuk është, na e marrin mend domethënë para 10 viteve, 15 viteve, numri i gjyqtarëve ka qenë shumë i vogël, edhe prapë njëjti nivel i landëve që kanë pas menaxhim. Domethënë prapë çata, domethënë gjyqtarët edhe në atë kohë i kanë nxjerr 35 gjykime, ndoshta 40 gjykime brenda muajit, po ndoshta ju kanë ardhur 50-60 tjera. Tash o rrit numri i gjyqtarëve, prapë kemi një overload të njëjtë, domethënë ngarkesë të njëjtë të gjyqtarëve. Njëjtë ankesa ka edhe pe prokurorëve. Domethënë prokurorët ankohen që nuk kemi numër të mjaftueshëm, po nëse i pyet për shembull Këshillin, nëse e pyet, nëse e keni bënë një analizë sa saktësisht ju duan, sa prokuror saktësisht ju duan, për shembull, që për shembull sa prokuror që ti zgjidhni gjitha lanë, që mos të presin lanë, atëherë domethënë fillojnë me dal për këtë që thonë nuk kanë realisht, ka raste që ndoshta edhe kanë bërë analiza, po ndoshta janë të brendshme dhe nuk i nxjerrin. Kreshën kështu keni bëju raportin e progresit dhe ku ishe problemet në këtë raport? Sepse përmenda edhe më herët disa shkojnë prej vitit në vit, përmenden vit pas viti. Problemi esencial i këtë raportit të progresit është sa institucionet tona e marrin seriozisht raportin e progresit dhe sa lypin llogari prej njerëzve që duhet me kry reformën në çështjet e performancës tyne. Prej kur punoj gazetare deri sot nuk e di që një zyrtar i qeverisë të Kosovës ka dalë për punës për shkak se i ka dalë raporti i progresit keq. Nuk e di asnjë zyrtar të institucioneve të sundimit ligjit se ka dalë prej punës për shkak se raporti i progresit ka nota negative për punën e tij, ngjashëm në sistemin gjyqësor, ngjashëm në sistemin prokurorial. Pra, na çka kemi problemin e parë këtu, na nuk kemi llogaridhënie institucionale në raport me zgjedhjet e raportit të progresit dhe kjo për mua është problemi esencial këtu. Njerëzit nuk ftohen çdo ditë në llogari pse raporti ka dalë keq.
ata të cilët janë të thirrur për me implementu reformat të cilat i kërkon raporti i progresit, kanë emra, kanë mbiemra dhe po të lexohet raporti i progresit, të gjithë me një kërkim thjesht si mundesh me mri edhe me identifiku si të tillë. Pra, çka na fillimisht duhet me konstatu këtu. Raporti i progresit, arsyet pse është kaq i keq, kur po them është kaq i keq, po them për shkak se në vitin 2025 mi pas probleme të riciklumet, të cilat na jemi të i foqë më shumë se 15 vjet, kjo neve na tregon që është i keq, është faktori njeri. Pra është mosveprimi i faktorit njeri në raport me reformat të cilat duhet më ndërmarr me punë dhe detyrat specifike të cilat i kanë në secilën fushë. Pra, nuk është që na nuk kemi mjete buxhetore me implementu reformën, për shkak se nëse ne nuk i kemi mjetet buxhetore, partnerët ndërkombëtar na ndihmojnë me i kry këto reforma dhe pjesa më e madhe e këtyre pikave të raportit të progresit është e financuar reforma prej BE-s dhe mekanizmave të tjerë në vendin tonë, mirë po kemi faktor serioz të njeriu i cili është e pengu zhvillimin në drejtim të reformës për raportin e progresit. Dhe këto e gjejmë në secilën fushë. Neglizhenca e njerëzve që punojnë në institucionet tona, të cilët janë të thirrur për me implementu raportin e progresit, është skajshmërisht e lartë dhe është skajshmërisht skandaloze për mendim tamin, për shkak se raportin e progresit e cilësojnë si një raport i cili diskutohet media, mirë po nuk e cilësojnë si një pjesë të një plani ditor të punës në të cilën ata i dashur me kry aktivitetet e veta për me mri me e kry punën e vetë që shduhet. Kreshnik, shpesh ndodh edhe kur marrim me trajtu raportin e progresit edhe i ftojmë institucionet për çka është bo raporti i progresit edhe refuzojnë me ardhmë me diskutu për të. Domethënë se shkon në institucion dhe kërkon planin e veprimit, se qysh prej kësaj dite deri në ditën tjetër kur të raportohet në raportin e progresit, cilat janë veprimet konkrete të cilat do t'i marrin njerëz prej sigurimit poshtë të institucionit e deri tek zyrtari më i lartë, këtë plan nuk mundesh me gjetë. Për shkak se raporti keq interpretohet, për shkak se raporti nuk kuptohet çu duhet dhe për shkak se nuk ka një qasje gjithëpërfshirëse, gjithë institucionale për mi trajtu problemet sistematike të cilat i ka raporti. Na mujmë me ndres një hallk. Po në momentin që e ndreshëm një hallk dhe hallka tjetër nuk funksionon, prap kthehemi në pikën zëdër dhe raporti ka me na dalë po ashtu negativ ose me progres të limitum. Çka është ky progresi i limitum? Është o bu diçka shumë e vogël, po nuk ka rezultat. Është lëviz pak, po nuk ka rezultat. Me këto trende, këto pika të raportit progresit, na nuk kemi memërimi kryas deri në vitin 2035. Dhe ajo çka po duam ju tregu këtu, është që prej krejt monitorimit të cilën e bëjmë, prej krejt diskutimit të cilën e bëjmë, na mujmë me konstatu që reforma konform standardeve të raportit të progresit nuk është prioritet dhe e vren në secilën fushë të cilën raporti i progresit e marr. Imagjinoni, raporti i progresit mat shpërlamën e parë. Ne kemi pas inteligjencën financiare për më shumë se 3 vjet pa drejtar. Një mekanizëm i cili, nëse nuk e ka e prorin i cili duhet me implementu reformën prej ma kyqeve në sistemin ton atë që është shpërlame e pareve, na nuk e kemi të emërum personin që të ishdash me bashkë, të emërum tek vitin e fundit për me mujtë me nishë këtë reformë. Na e kemi themelimin e grupeve të përbashkëta hetimore, polici dhe prokurori speciale. 2 vjet është hi ligjin fuqi, as një ekip ende nuk është themelu. Ku është problemi? Qeveria nuk flet me prokurorin, policia nuk flet me prokurorin dhe si rezultat ne vazhdojmë me pas një mungesë të performancës në këtë drejtim. Kapacitetet institucionale mbrana vendit tonë, po ashtu janë problematike. Mungesa e investimeve, pra teknologjia dhe përdorimi i saj është problematik dhe nuk ka një prioritet nacional që tash investimet me i kalu prej asfaltit në mekanizmat e sundimit të ligjit, në mekanizmat e drejtësisë që kishin me na garantu neve një sukses në 5 vite, në 10 vite të ardhshme. Unë jo rastësisht të marr shembull njërin prej elementeve. Ne i kemi 600 policë të trafikut, të cilët i vendosim çdo ditë në diell me gjujt me radar, me nxon njerëz me radar, a krejt Evropa radar tash i ka elektronik. Dhe na i kemi 600 njerëz që i djegum diell dhe i mërdhim në bord, vetëm pse nuk e bëjmë një investim teknologji dhe vazhdojmë i pas të pasoja. Pse na vjen kjo? Kjo për shembull Kreshnik. Nëse e përmend faktin që i kemi 600 policë që dalin me radar në dorë për me i ndalë njerëz, po në anën tjetër as kena pare na për me ble radar? Kemi pare. Mirë, po në rast se blen radar, pastaj kur të kalojnë njerëzit që janë të lidhur me policinë, me qeverinë, me prokurorinë, me tjerë do të mi pagu tiketat. E hjek mundësinë që sistemi mu manipulu prej faktorit njeri. Dhe na kemi problemin e madh që faktori njeri është të interferu në krejt zinxhirin ton të qeverisës. Tash, ajo që na duhet me konstatu, po ashtu, është ajo që kur e merr këtë tërësi të raportit dhe i sheh veprimet e vogla të institucioneve, edhe e shat promovimin që tash institucionet po synojnë mjabo, qyre na e kemi pak progres të limitum, po këtë në rregull është.
po pasojat e qytetarit sa është e madhe për shkak se çaja shkelje ndodh. Sa të drejtat e njeriut neve na shkelen, sa mundësi neve na shkelen, sa kemi pasoja në krejt sistemin ton në këtë drejtim. Dhe ajo që unë mendoj është që këtu po vazhdoj me mos me trajtu që duhet është me kuptu në esencë krejt raportin dhe me diskutu esencën e trajtimit të kësaj problematike. Vazhdimisht flasim për reforma, mirë, po në anën tjetër nuk e kemi një matës pse po i bëjmë këto reforma dhe nuk e kemi një kthim në një feedback nëse rezultatet e asaj reforme kanë me pas një rezultat. Po ndërlidha me ato që tha Genci në më këmbjen e Këshillit Prokurorial ose reformën e Këshillit Prokurorial, ku tash do të jenë 7 anëtar të Këshillit Prokurorial dhe 3 do të jenë të jashtëm. Po çka është në esencë kjo? Ku na çon kjo reformë? Ku na kthen kjo reformë? Në vitin 2014, kur është zgjedhur Aleksandër Lumezi kryeprokuror, 4 anëtar kanë qenë prokuror dhe 3 kanë qenë të jashtëm. Dhe ka qenë e garantuar me 100% çaja situatë dhe çaja reformë? Jo, sepse anëtarët e jashtëm kanë pas prap probleme me integritet. Edhe anëtarët e brendshëm dhe anëtarët e jashtëm. Pra na nuk mujmë vetëm të ndru njerëz me rrit llogaritare. Na duhet me pas sistem i cili i bën njerëzit kredibil. Pra, edhe tash, sa po i bën, 9 vjet më vonë, krejt që kemi bu, është përbamjen e kemi kthy në ato të 2014 me një filtr tjetër që përzgjedhja tash ka mu bu prej kuvendit, nuk ka me qenë ex officio që ka qenë atër kur ka arë ministri drejtësisë, kryetari ODS avokatëve dhe një përfaqësues prej fakultetit juridik. Pra, na mujmë me testu mekanizma 3, po ajo çka unë mujmë me thonë, është që edhe kjo reformë e re, edhe kjo përbamje e Këshillit Prokurorial, unë nuk mujmë me garantu 100%, që me këtë ndryshim kena me mbritë suksesi plot. Geci? Faleminderit. Nuk thamë shumë gjëra, po e filloj prej asaj. Prej asaj që përmendi Krishniku në pjesën e fundit, unë e përmenda në fillim më shumë ndërlidha me ato që ka parashe në kuptimin e mandatit Ministrisë së Drejtësisë. Dhe përmenda progresin, që është plotësisht i qëndrueshëm, nuk përmenda kritikat, do të thotë kritikat që ndërlidhen mirë, por kritikat ndërlidhen kryesisht me institucionet legjislatuse. Në këtë rast fatkeqësisht me Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial, do të thotë edhe që nuk i kemi këto, por do t'i përmendi që vetëm tash kreshun dëgjova, asnjë nuk më ndërhyna. Vetëm të kuptoj publikun. Dëgjom. Sepse atje kemi luftimin e korrupsionit. A përmende përbërjen? A përmende të madhe. Përbërjen e Këshillit Prokurorial, do të thotë. Ju e dini që në fillim 2010, 2009, 2010, 2013, do të thotë Këshilli Prokurorial, Këshilli Gjyqësor, në veçantë në fazat e para ka qenë i përbashkët. Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor. Dhe në 2010. Po. Dhe pastaj janë bërë reforma të vazhdueshme. Dhe ne kemi pasur një përbërje komplet korporatiste të Këshillit Prokurorial në vitet e fundit. Para vitit 2020. Në 2014 na ka qenë korporatiste. Para vitit 2020. Mirë, po janë evidentu raport, do të thonë vetë raportet ndërkombëtare kanë evidentu problemin me përbërjen korporatiste. Me mënyrën që ka funksionuar një këshill që ka qenë tutje interesa grupore, klanore. Dhe këto e ke në raportet ndërkombëtare, në veçanti në raportet e Zyrës së Bashkimit Evropian dhe ato të ambasadës amerikane. Modeli ka më afru prap 2014. Ja, nuk mendoj ashtu. Dhe po tregoj pse. Çe po tregoj pse. Në përbërjen që ka qenë edhe që është fatkeqësisht tash jemi duke reduktu dhe duke pru deri në 7, sepse ashtu prashe do të thotë edhe legjislacioni. Në përbërje që ka qenë drejt tani ka qenë 10 anëtar prokuror, 3 jo prokuror. Mirë, po dhe këta 3 jo prokuror s'kanë qenë në përbërje të plot. Ka të qenë vetëm një nëse nuk ka bëj. Ka qenë 10 anëtar, 11 anëtar, do të thotë, me 10 prokuror dhe 1 jo prokuror. Dhe kanë qenë interesa aty, kanë ditë që po votojnë, ne kanë qenë para si më shku aty kanë ditë si po votojnë. Domethënë kanë përshu interesa grupore. Dhe çka është bë këto? Është bë, do të thotë, një reformë që rrjedh mas pari prej prioriteteve të qeverisë në vitin 2021 kur ka ardhur. Në shtator 2021 ne kemi filluar reformën në Këshill Prokurorial, reformë e thellë. Dhe ndër tjera ka qenë kjo pjesa e ligjit për Këshillin Prokurorial. Tash, çka garanton kjo? Kjo garanton fillimisht një përbërje të balancuar që ofrojnë, domethënë që sjellin gjitha rekomandimet të institucioneve kredibile ndërkombëtare para. E dyta, një forcim të kriterëve për me qenë antar i Këshillit Prokurorial. Rritje transparencës, kthimi i rolit të Këshillit edhe mandatit kushtetues të Këshillit, sepse të drejtën e transferit nuk do ta ketë më një kryeprokuror.
do ta ketë Këshilli, me këtë përbërje të balancuar, do të thotë. Dhe pse po e them që është pozitive? Të ndërlidha me ato që e thash në fillim. Sepse do të thotë qysh me hyrjen fuqi të ligjit me 6 qershor të këtij viti, pak para hyrjes, kur dol validimi, do të thotë ose aktgjykimi i gjykatës kushtetuese që validoi këtë gjetje, filluan skenaret e dorëheqjes së anëtarëve të caktuar brenda Këshillit Prokurorial, planifikimit ose rahatimit në pozita, madje kemi edhe kolegun Spahia që ka përcjell do të thotë këtë pjesë, dhe ligji i ri e parandaloi këtë. Pastaj kemi përzgjedhjen e anëtarëve të ri të KPK-s. Nuk bëhet më si ka qenë. Bëhet në konferencën, për shembull, në konferencën e prokurorëve bëhet përzgjedhja e anëtarëve prokuror, e që u bë gjatë muajit tetor, nëse s'gaboj. Dhe tash kemi të lashë prapë aty, sepse që ka zgjedhur dikush që nuk përfaqëson interesat e një grupi të caktuar, do të thotë. Edhe ndërsa në përzgjedhjen e anëtarëve jo prokuror, tash po tregoj, në përzgjedhjen e anëtarëve jo prokuror, që vetëm Njëta gjë që ndodh në kuvend. Ja, pse ka ndodhur njëta gjë? Sepse kushdo që janë deputet që votojnë anëtarin kanë me pas një background politik. Jo. Kemi mision të anëtar. Që po tregoj pse. Në komisionin parazgjedhor, quhet kështu, që është brenda kuvendit, vetëm një anëtar i këtij kuvendit. Do të thotë, 4 anëtar të tjerë janë jashtë kuvendit. Është një gjyqtar, një gjyqtar, një prokuror, domethënë një gjyqtar, një prokuror, mandej është një përfaqësues nga Këshilli Konsultativ për Komunitetet, por është edhe drejtori i Agjencisë Antikorrupsion. 4 janë të tjerë. Dhe kjo dhe një vetëm është nga kuvendi, qoftë domethënë kryetari ose dikon që delegon kryetari, një deputet apo ku ta diunë. Do thotë kjo e garanton një filtr profesional. Madje kjo është në raportin e Komisionit Venecias, në opinionin, kjo konsiderohet i mirëseardhur dhe thotë për të garantuar tutje mund të shtohen një 2 anëtar të tjerë që janë, domethënë, jo sistemit edhe jo politik. Një përfaqësues të avokatit, për shembull, të odës avokatëve apo përfaqësues nga fakultetet. Dhe kjo është bë në kuptimin e garantimit të integritetit edhe kriterëve profesionale. Ne tash mbetet më e pa. Mirë po, i kemi 3 opinionet Komisionit Venecias për këtë, në kuptimin e validimit, sepse ne kemi punuar nga dita e parë dhe jemi siguruar me të gjithë aktorët që të ketë një këshill sa më profesional. Dhe ju e dini, kemi has në sabotim, në pengesë të vetë Këshillit Prokurorial qysh nga fillimi. Përkundër kësaj, vendimet të gjykatës që na kanë thënë që nuk është okay për bëmja e tij. Përkundër kësaj, tash e kemi edhe vendimin e gjykatës, tash aty mundem me hyrë. Dhe pse? Ama vendimi i gjykatës, që po e thotë në duke 2023-s, vendimi i parë i gjykatës 2023, fillimisht ai ligj që ka qenë 2023, 2024 pastaj, ajo, domethënë, i ka përmbush 100% rekomandimet e Komisionit Venecias. Dhe a dikush problemi kryesor aty, se i ka pengu dikuj e reformë. Dhe a dikuj e gjejnë problemin. E gjejnë problemin, cikujna i ka pengu? I ka pengu dikuj në sistem edhe dikuj në politik, në sistem prokurorial edhe në politik. Dhe një ndërlidhje caktuar. Dhe këto nëse marrim edhe shikojmë, do të thotë vetë se qysh është vënu mbi 10 muaj trajtimi i këtij rasti. Pastaj ne kemi informata, shohim, kanë çakullu 2-3 versione brenda vetë gjykatës kushtetuese, derisa kanë gjetë një modalitet që ta rrëzojmë ligjin përkundër që rekomandimet e Komisionit të Venecias janë plotësuar 100%. Dhe shohim në fund që rrëzojmë avokati i popullit s'ka mujt me qenë aty pjesë e grupeve se s'ka mandat, pastaj ka rrezuar. Jo avokati i popullit, por një përfaqësues i avokatit të popullit. Që s'ka mandat i gjë. Guxon me qenë aty. Për rekomandimi, pse ka thënë se ka qatë mandat? Rekomandimi i Komisionit Venecias pikërisht të përmend që të jetë një përfaqësues nga institucioni avokatit popullit. Dhe ne kemi vepruar çështë ne kemi vepruar çështë ka thonë. Dhe çka kanë thonë? Jo kena këshillu vallai mirë. Po diçka problemi këtu. Këtu një problem tjetër. E kanë kthy, do të thotë. Po më që shkon mirë me pas shkon me mandat të avokatit popullit në qatë. Nuk ka pas, pa diku ka ai shkel kushtetuta vet. Jo, absolut. Mekanizmi që mbikëqyr prapë me senator vendimas. Ja, çore. Nuk ka parime kushtetuese. Problemi kushtetuta thotë që nuk ka kompetencë për zgjedhëse avokati i popullit.
nuk ka pas të bëj me kompetencë përzgjedhëse aty. Po ka qenë pjesë e procesit. Momentin që je pjesë e procesit, s'mundesh me monitoru. Posa të jesh, ai nuk ka pas të jetë njëkohësisht. Avokati i popullit e subordinon këtë përgjegjësinë e vet të zyrtarët e vet. Është një funksion me zyrtarët e vet, e subordinon. Ai nuk ka pozicion. Për çfarë arsye gjykata konstitucione ka thonë që ai nuk mundet me marr pjesë në vendimmarrje. Nuk ka pasur ai që të jetë njëkohësisht me mbikëqyrë në raport me pozicionet e veta. Njëkohësisht nuk ka pasur që të jetë edhe antar i KPK-s. Ka qenë gabim nga mirë që hiq. Tash është hek ajo, është rekomandu. Më rrekshë 2000 tash na modalitete po diskutojmë modalitete. Po vetëm ta tregoj tash këtë pjesë. Po, ai nuk ka pasur që të jetë njëkohësisht edhe antar i KPK-s, edhe përfaqësuesi i avokatit popullit. Apo kupton? Nuk ka pasur. Ka pasur të jetë një i deleguar nga zyra ligjore për shembull, që sepse ne kemi qysh që të jetë dikush i pavarur, profesional, mos jetë as nga politika, as nga sistemi. Dhe vetë rekomandimet jo. Në këtë pikë. Paditërisht se versioni i parë i ligjit ka qenë 100% i mirë, aty nga brenda. I dytë kanë gjetë një problem. Tretin kanë thënë se s'bën me shku as me këtë problem, por duhet ta rrëzojmë tër ligjin. Apo kupton? Kanë kështu kompetencave me rreshikoje saktësisht gjykimin edhe ku ndërlidhet vetëm me përfaqësuesin e avokatit të popullit. Vetëm me këtë lidhet dhe rrjedhimisht tër ligjin do të thotë e shfuqizon dhe atë me konstatime tash ne mund të kemi dilemat, ju e dini që nuk është çështja me kritiku vendimet e gjykatës kushtetuese, sepse nuk e gjet asnjëherë raste kur qoftë ministra, qoftë kryeministri për shembull deklarojnë që ne nuk do t'i respektojmë. Do t'i respektojmë 100%. Do t'i respektojmë. Ne do t'i respektojmë 100% dhe respektojmë 100%. Mirë, po, jo se tash po ndërlidhen të ajo se ne i respektojmë edhe për atë arsye që nuk diskutohet. Okej, shek. Dëgjoj se unë dëgjova. Nuk diskutohet, vetëm se për me qenë të sakt në atë se pse është rrëzu ligjin e 2023 i Këshillit Prokurorial, do të thotë, është rrëzu pikërisht për këtë. Edhe këtë që ka rekomanduar vetë, për shembull, ka rekomanduar Komisioni i Venecias dhe mbi këtë Këshilli Prokurorial rrjedhimisht, domethënë, është konstatuar nga gjykimi i gjykatës kushtetuese se nuk do të mund të funksiononte vetëm me njërin antar dhe rrjedhimisht rrëzoi ligjin totalisht. Domethënë ka qenë kërcënike e gabueshme. Dhe ne i dim problemet. E kemi marrë na po. Edhe po, do ta punojmë me prioritetin e lartë. Kemi filluar prapë me punu. Kemi diskutuar modalitete. Edhe kemi ardhur në modalitetin që është tani, ama rekomandimin 100% plotësuar prej standardeve ndërkombëtare, pe trupave ndërkombëtare, do të thotë. Dhe ne këtë përbes këtë kemi bërë, domethënë, ju bile keni qenë edhe vetë pjesë e grupeve punuese. Dhe jemi mundu me një proces, jemi mundu me një proces gjithë përfshirës, do të thotë gjithë përfshirës, me gjithë me aktorë të shoqërisë civile, me aktorë, domethënë, ndërkombëtar, ekspert, e po ashtu vetë përfaqësues, domethënë, institucional që të jetë një reformë sa më përmbajtësore, gjithë përfshirëse. Edhe një gjë në fund, që nuk e përmenda, sepse ne u ndërlidhëm vazhdimisht me ato në pjesën e mandatit ministrisë, po tash ne po bëjmë ligjet. Po duhet kujdesemi goxha mirë. Ne kujdesemi goxha mirë që kur bëjmë ato ligje të implementohen. Por nuk po varet shumë prej neve, po varet për institucionet legislatuese. Ndonë se janë bërë ligje të mira, ne kemi problem ende me institucionet legislatuese. Edhe të institucioneve të cilat janë në kuadër të ministrisë? Jo të ministrisë, do thonë, në veçanti këto që janë të drejtësisë, që ndërlidhen me Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial. Fatkeqësisht, domethënë fatkeqësisht kemi gjetje goxha shqetësuese të raporti progresit ndërlidhur me rastet e Smilit. Domethënë përdorimin e Smilit apo jo, se thash rastet e Smilit, përdorimin e Smilit apo jo. Edhe çka thotë domethënë raporti progresit? Raporti thotë se ka ende dosje që shkojnë manualisht. Raporti thotë fatkeqësisht janë kthyer në regjistrimin manual. Dhe kjo është një gjetje goxha shqetësuese, thotë në veçanti për gjykatën e apelit, edhe thotë për prokurorinë speciale që trajtojnë rastet e profilit e lartë. Çka rrezikon kjo, Gece? Kjo rrezikon. Se kthehet prej Smilit në sistem elektronik në sistem manual, çka rrezikon? Mos përdorimi i këtij, nëse kemi Smil, ajo caktohet kështu, do të thotë automatikisht. Nuk ka dorë shumë faktori njeri, to që përmendi Kreshniku në fillim. Ndërsa fatkeqësisht kemi institucione, në veçanti është pa marrë si shembull prokurorinë speciale, që unë e di që aty vendosin, do të thotë
vetë menaxhuesit e këtij institucioni vendosin, këtë lëndë merr ky, nuk shkon ajo, do të thotë automatikisht. Dhe kjo është shqetësuese. Unë Nëse ju po thoni që është shqetësuese. Pak më shumë me kreshnikun kam afërsi pak më shumë shembull dhe marr një lëndë shoh këto nuk e merr Florenti, po e merr kreshniku për shembull. Kjo është shqetësuese. Dhe këtë shqetësim nuk po e përmend unë, po përmend vetë raporti i progresit. Madje thotë kjo paraqet shqetësim të veçantë. Në veçanëri për gjykatën do të thotë apelit edhe për prokurorinë speciale. Pastaj kemi gjetje të tjera që ndërlidhen me dënimet ulta, mungesë drejtësisë e kualitative. Kemi folë edhe çtu Genci, veç mos të kalojmë që shto në veç me i përmend. Kreshnik Po të du lutem. me pas të qartë. Në krejt strukturën e vetë. Raporti kritikon bazë. Tu shku të nalt pastaj. Nëse na shkojmë, fond, thojmë problemin e kemi vetëm të gjykata. Kjo është gabimi fatal të cilën jena të ja bu vendit tonë. Pra, problemet kryesore, të cilat lidhen me luftimin e krimit organizuar, me drogën, shpërlamjen e parëm, edhe elementet e tjera të cilat lidhen me këtë pyetje, lidhen me agjencitë ekzekutive, të cilat janë në përgjegjësi të qeverisë. Lidhen me doganën, ATK-n, policinë, inteligjencën financiare dhe mekanizmat e tjerë. Në bazë, në inicim, në sistem. Krejt to që apo i folim na për sistemin e drejtësisë, nuk ekzistojnë në bazë. Në bazë, ende merren deklarata me shkrim, me dorë prej policit. Në bazë, ende nuk zgjirohen intervista. Në bazë, sistemi funksionon hala me radiolidhje, hala me telefona, pa u shënu, pa u marrë shënime. Në bazë, komunikimi midis prorëve të policisë të Kosovës dhe hetuesve dhe këtë zinxhirit zhvillohet në pajisje teknologjike pa pas shënime zyrtare, që është problematikë serioze. Na mos mendojmë që raporti i progresit nuk e din këtë punë, që njerëzit që vlerësojnë këtë punë nuk e din. Pra sistemi i cili është ndërtuar në mekanizmin e fundit, nuk ekziston fare në mekanizmin e parë. Dhe kjo është problematike e cila pastaj trajton edhe shkakton problemin zinxhiror. Dhe reforma duhet me nisë, që thash, prej poshtë në lart, në mënyrë që me garantu cilësi. Krejt rastet, shumica e rasteve të cilat na i kemi problem në fazën finale, i kemi për shkak të këtyre problemeve. Edhe unë çka po e kam problematik këtu është që thjesht ne kemi gjetë një tabelë qitje edhe po vazhdojmë atje. Në anën tjetër, ndryshimet dhe përkraja buxhetore për me ndreq raportin e progresit është skajshmërisht e limituar. Dhe nuk ka një strukturë të qartë, një plan të qartë se cilë institucion se çysh do të me trajtu gjeturat prej raportit progresit dhe çysh do të mu siguru që edhe reformat të cilat i kemi bo me raportin e progresit, të cilat i kemi inicu me pas një plan të veprimit. Jo rastësisht e përmenda grupet e përbashkëta hetimore, që 2 vjet është bo kjo punë, hala nuk janë themelu. Pse? Se dikush atje e vënon irregullore, dikush atje desha ti çdo njerëz tjerë, dikush atje desha ti kombinon sanët dhe 2 vjet ligjin fuqi kur gjë nuk ndërmerret. Dhe kjo është problematikë që unë mendoj që në raportin e progresit na duhet me trajtu. Zotëri Bishi, na mundem veç pak më ndërlidh. Genci vetë t'ja u jap fjalën e Vetëm zotërit Bishi. 30 sekonda. Do të thotë, për këto që po thotë Kreshniku, ka do të thotë institucione që e bëjnë një plan edhe veprim të caktuar, varësisht nga gjetjet e raportit të progresit. Dhe kjo është një ndër to. Që ndërlidhen tash ne jemi mandati jonë është hartimi ligjeve, do të thotë. Dhe varësisht nga ligjet e mira ose jo, edhe në zbatimin e tyre që ndërlidhen me agjenci të caktuara, ne kemi kompetencë. Si drejtësi që keni edhe agjenci ekzekutive në disa raste. Kjo është një plan i veprimit që bëhet, që rrjedh, domethënë, prej raportit të progresit. Dhe ne këtë përcjellim nga viti në vetë. A keni diçka që s'është kryer çatë? Gjetje kryesore, ngecje, arritje edhe rekomandim, po ne ndalemi te rekomandimet. Pas gjetjeve, ngecjeve, ndalemi te rekomandimet. A keni diçka që s'keni mujt? Çka kena mundësi për shembull na me bë. Kur marrim edhe shohim që ka të buxhet, ju përcjellni edhe buxhet, do të thotë, sistemin e buxheve. Ne kemi aty agjencinë Shërbimi Korrektues i Kosovës. Dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës, ju në 4 vitet e fundit vërtet ka një përmirësim goxha të mirë, në veçanti në zhvillimin e programeve rehabilituese për të burgosënit. Pastaj në mundësimin e arsimimit të mesëm dhe të lartë. Dhe këto përmenden si gjetje pozitive. Dhe këto përmenden këtë vit. Po, rezultatet mas ne me recidivizmin që janë? Jo që jo ndërtu, tash recidivizmin ne kemi edhe gjykatat problem,
kemi edhe prokurorin, kemi njëri që lëshohet, nuk vendos shërbimi korrektues i Kosovës. Na e kemi në program letër programin e rehabilitimit kundër terrorizmit në burgjet e Kosovës shumë optimist, fenomenale. Jo, ka rezultate. Shumë ka rezultate. 75% e burgosëve kanë marrë pjesë aty. Ti përmeni, kemi raportin. Kemi programin e veçantë. Ja ka nis programin në momentin kur kanë shkuar burgosit që kanë hiç në burg. Që ka fillu, do me dhe kemi programin që ka fillu që ti përmeni disa për tyne. Programi ja ka njës veç për 16 burgosën. Fillimisht nuk është evidentu asë një rast i keqtrajtimit personave që mbanë institucionet korrektuse, do me thonë, në raport to. Në raport, do me thonë, ka pas disa ankesa me numër, pas të në zhvillu edhe nuk është evidentu asë një rast. Pastaj, ku kemi pas popullim dhe ka fillu mbi popullim të vetë, do me thonë, institucionet korrektuse, dhe kjo është reduktu. Pastaj, janë duke apliku një numër i programe rehabilituese si dhe të burgosët që mundësot asimim i mesëm dhe i lartë. Fantastike. Kemi rritjet kapacitetit dhe përmirësim dhe të kushtet dhe banimet në institucionet korrektuse. Këto janë vetëm disa nga konstatimet e fundit të raportit progresit. Programi kryesor i cili lidhet me shërbimin korrektus është rehabilitimi dhe integrimi. Unë po e thëmë që në raportet që i kemi bo, të analizave të terrorizmit, nga ka dalë 75% e burgosëve nuk ju në konë hesh më. A keni ofru rekomandime? Është vullnetar, zotre Ikonit Kurzohemi, është vullnetar. A keni ofru rekomandime, për shambull? Edhe ama gjenë rekomandim ose një munges të bashkëpunimit vetë të Ministrisë të Drejtësisë, për shambull, në raport me ofrimin e rekomandimeve edhe mos batimin e tyne. Po e diskutojmë këtë. Po diskutojmë që është me përmisu. Me diskutu, a i kemi probleme. Edhe qysh duhet me trajtu zgjidhjen e problemit. Dhe në këto situata, në momentin kur problemi po na riciklohet, ata që janë të riciklu problemin, që unë po e thëmë, por i përsëris prap, në shumicën e rasteve vjen faktor njeri. Në vlerësimet e veta të performancës duhet mu largu prej punës, në secilin institucion. Dhe ajo që ka na e kemi në dokumentet tona zyrtare, ku i bojmë çdo planet e veprimit, për me zbatu raportin e progresit, mungojnë 2 kolona. E para, kush është përgjegjës si me mbiemër, dhe tjetra, vlerësimi e prorit i mbrëmshëm për përmbushjen e kësaj. Në momentin që e kishim pasur atë vlerësim të mbrëmshëm, ai zotnia në fund të vitit, kur i kishte dalë që nuk i ka kryer punët që i ka pasur në plan të veprimit, ai zotnia i kishte marrë notat negative dhe në 2 herë nota negative shkon prej punës. Çka po na ndodhi për momentin? Vetëm një gjë. Në pjesën e fundit, to që po e përmend, ne kemi shumë raste dhe besoj e keni pa, që jo nis procedura disiplinore ndaj zyrtarëve, shërbësve civil. Po matja performancës. Dhe saktësisht. Matja performancës. Matin e performancës. Edhe nuk po du për shkak se dhe jo nis procedura që kanë rrjedh nga matja e performancës. Jo nis procedura. Pastaj kanë shkuar në këtë këshillin që është për shërbësit civil. Dhe ju e dini qysh. Ju vetë keni gjetje për këshillin dhe zhvillo procedura sa të duash, dërgo atje të kthehet. Dhe kjo na ka ndodhur disa herë. Merre shikoj, unë po flas vetëm për Ministrinë e Drejtësisë, nuk po flas për institucione tjera. Po flas për gjithë tërësinë e nëse keni pas, veç lutem kreshim. Shumë e rëndësishme. Nëse ka pas. Në rast se ty po të vjen raporti i progresit, do po të thotë këtë hetimet e krimit të organizuar kanë 2 hetime për shpërlamin e parë. Atë dikush duhet më shkuën në shtëpi. Se dikush qëllimshëm është të neglizhu hetimin e shpërlamjes së parë. Në rast se po vjen po thotë ki probleme me hetimin e drogës, atë dikush do të më shkarku për pozita. Sepse nuk është çështje që të na ka ra konsumimi i drogës. Diçka është të ndodhur atje. Dhe e prort do të më pas planin konkret për me mri me çu përpara këtë. Kreshnik, edhe Gjans, ju lutem të vazhdojmë një temë tjetër, strategjinë e korrupsionit, zotre Bishi, 4 vjet në qeverisi, zotre Kurti, edhe nuk është mri hala me u hartu dokumenti për strategjinë kundër korrupsionit. Sa pengon kjo, sepse u përmend disa herë, po... Po, direkt në pyet, këta shpritet që të bëhet strategjia me planin e veprimit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, 2025-2028, 3 vjeçare ashtu. Mirë po, fatkeqësia është çka po folet. Tash me 4 nëndor dorëzohet raporti i progresit, ai ka një kohë derisa dorëzohet zyrtarisht faza e përkthimit e kutadionet tash nuk dia u bë akoma, edhe këto çka po flit me shumë substancë, edhe nga Genci, pra edhe nga Kreshniku, po edhe nga ju edhe Florenti, që çka po ndërmirët lidhur me këto planin e veprimit për implementim me rekomandime. Sa kjo merr kohë, apo thon, për mujt gati
po hym në vitin tjetër të raportit progresit, na akoma si kemi adresuar qëto rekomandimet, për shembull aspekti i digitalizimit me sistem manual që po ka shumë probleme. Mendoj që kjo ngecje edhe në politika, sikur strategjia për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, që nuk u bë akoma, por edhe strategji tjera, sikur që është parandalimi, edhe pse është ligji për parandalimin e pasimit të parave dhe financimin e terrorizmit, apo luftimin e financimit të terrorizmit, që ka pas një problem edhe për çështjet procedurale, më duket ka qenë një ankesë, ka qenë gjykatën kushtetuese, më duket, me këto adresohet në raportin e progresit. Mendoj që kjo bën kjo ngecje edhe në ndërtimin e politika, po edhe të ligjeve, bën që ato agjencitë mos të jenë funksionale në veprim. Nëse i shohim ligjet apo strategjitë e kaluara, zotëri Bishi, tek planet e veprimit kryesisht që i kanë, çka mundemi me prit tek plani i veprimit të strategjia kundër korrupsionit? Dhe kjo politikat i takojnë qeverisë t'i bën me kohë. E tash është se qeveria nuk është funksionale dhe me siguri ajo nuk e sheh të prioritetat që ta bëjnë në këtë momentum, edhe unë po lidha edhe me legjislaturën e kaluar. Unë sa kom pa nga NDI, pasi që mos e performancën edhe individuale, por edhe grupe parlamentare edhe gjithë asaj, ajo tregon saktë që dikun as 1/3 e ligjit, nëse nuk gaboj, nuk i miratue strategjisë legislative të mandatit kaluar. Kjo tregon një shqetësim të madh, apo thon. Edhe ndërsa politikat mendoj që i takojnë qeverisë, këtë rast pra qeverisë Kurti, që që akoma është me autorizimet limituara. Mendoj që kur flasim për agjencitë, sidomos në sektorin e sigurisë, shumë një dubioze është trajtue çështja e këtyre agjencioneve, duke filluar nga policia, me numër të zyrtarëve policor, flas nga se ajo thotë që është i kaluar ajo mesatarja që mirët europiane, që është dikun 250, ne kemi 500 e diçka. Mirë po, duhet automatikisht përgjigja të vjen nga policia, Ministria e Brendshme, sepse është e rritje, nga se ne policinë akoma kemi të futur në një çështje të sigurimit të infrastrukturës kritike që nuk është detyrë e saj. Kemi akoma çështjen e pasqyrës të ligjit apo nuk është miratuar ligji për penzimin parakohshëm. Nuk kupton që shumë zyrtar policor nuk e kanë performancë për kryer detyrave. Tash kem kritikën pse kem aq numër të madh polic që realisht i kem shërbimet që nuk janë të domenit apo nuk janë të mandatit të policor. Sigur që është sigurimit fizike, sigur që është çështja që kem zyrtar policor invalid dhe nuk janë të aftë për punë, edhe që një formë e kanë të kalu moshën, nga se nuk është miratuar ligji. Këto defektet në mos miratimin edhe të politikave të ligjit kanë impakt në veprimin edhe që i adreson saktë kjo raport i progresit. Cilat jeni duke i përmendur? Mandej nuk i përmendën një çështje tjetër. Ai adreson sikur fajin e ka qeveria e Kosovës apo parlamenti i Kosovës, ndërsa obstruksionet nga Serbia, duke tash flitet edhe për numrin e policëve të komunitetit serb, sidomos në 4 komuna të veri, që thotë se ka një progres, pasi që është urdhëruar nga presidenti i vendit Vučić, po dhe lista srpska që ata talëshojnë punën zyrtarët policor në veri. Por që institucionet në Kosovë kanë arritur prokurorët edhe gjykatës e Kudadjune, tash rikuperimi i tyre tregon një progres, nga se tash kem 33% të kthimit me këto konkurse tash po bën ndërkohë të zyrtarë policor komunitetit serb, por i kemi edhe 25% komuniteteve tjera që janë në veri të Kosovës. Kjo tregon saktë që ka një progres. Mirë po nuk po adreson saktë fajin ku është. Fajin po vjen nga një vend fëqinj, nga Serbia, e cila direkt po ndikon po bën obstruksione në sistemin e sigurisë në vend. Në një formë të mashtoj përveç atyre akteve që kanë qenë terroriste të vitit 2023, pra të nëntorit, pra me grupin terrorist të Radojqiqit. Kemi rastin Banjska dhe kemi Ibër Lepenci. Edhe këtu duhet të fokusohemi nga se Kosova do të vlerësuar që jemi nën sankcione. Edhe
me shumë gjasa të pakta nëse nuk e bojnë përmirësimin e performancën në kuptim të institucionit sektorit sigurisë, që ato do të vazhdojnë, që ndërsa Serbia kur fa pasojë nga gjithë këto, edhe këto nuk adresohen në raportin progresit, nga se kjo ka të bëjë me neve. Mendoj që në këtë situatë çfarë jemi, duke ju referuar edhe politikave, edhe të ligjeve që nuk po zbatohen, sidomos në fushën e sigurisë, po edhe luftimi krim të organizuar dhe terrorizmit, por edhe mos krijimi i institucionit apo themelimi i qendrës kombëtare kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, edhe e ka një impakt rreth politikave. Tim të veçantë për të, shkoj te Florent, që keni, ose ma mirë me përmend kështu, nëse na nuk kemi arrit brenda 4 viteve me e ndërtu një strategji kundër terrorizmit, as po dim qysh me luftu, apo cili mundet me konë probleme? Menoj që është temë goxha e ndihshme. Kundër korrupsionit, po, e kuptova. Është temë goxha e ndihshme, edhe besoj që na kemi pasur një strategji të mëhershme të kundër korrupsionit, e cila strategji s'është që ka sjell rezultate fantastike, që me thonë që është luftu korrupsioni edhe jena si. Raportet ndërkombëtare e japin, për shembull, edhe raportin që ne nxjerrim na si Transparency International, tregojnë që ka një progres në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, veç për me tregu këtë pjesë që strategjia është dashur me u miratu nga qeveria. Vetëm një progres theksum. Raporti i Transparency International, nëse e merr, do të thotë është para 4 viteve, ose si ka qenë dhe si është tani, ka përparim për 33 vende, nëse nuk ka bëj. Raportin që e përfaqëson kolegu Spahia, do të thotë. Po, në përcivit. Po. Nëse kishim pas strategjinë, ndoshta kishim pas progres edhe më të mirë. Kemi edhe ligje. Raporti i progresit të ligjet. Strategjia ka qenë obligim që i kemi. Strategjia ka qenë domosdoshme dhe besoj që kishme mujt me i rëndu institucionet, sidomos institucionet, edhe me i bashkërëndu problemet ose punët që i kanë për me i kry në lidhje me luftën kundër korrupsionit. Është bo përpjekje, e di që kanë marrë pjesë në grupe punuese gjithë, edhe menoj që edhe shoqëria civile ka qenë e përfaqësuar, megjithatë me aq sa kam informata, për shembull te OJC kanë pas probleme që nuk ja kanë marrë mendimin, edhe në fund kanë thonë që nuk është çështja jona, nuk mundin me vendosë ju çka do të futet në strategji ose si do të jetë strategjia, vendosim ne. Kjo menoj që është një qasje e gabuar edhe nuk duhet të jetë një qasje e tillë, sidomos në raport me shoqërinë civile, po edhe në raport me gjitha aktorët e tjerë. Strategjia është e rëndësishme, që thash, për shkak se i bashkërendon këtë institucionet. Edhe secili institucion merr obligimet e veta për me i përfundu në çështje të caktuara, qoftë miratim të ligjeve, nxjerrje të rregulloreve të reja, nxjerrje të udhëzimeve të ndryshme administrative dhe raportet e tjera. Domethënë, këto këto punë do të më bashkërendu edhe më po. Normalisht që strategjia nuk bën me u miratu një herë dhe me mbet ashtu në sirtar, po do të me u mbikëqyr gjatë gjithë kohës. Ashtu që tha dhe Kresha, domethënë duhet një llogaridhënie se a është duke implementuar dhe ku po çalojmë strategjinë. Nëse të çalu qeveria, atëherë duhet me marrë një faturë qeveria. Nëse është të çalu sektori i institucioneve të pavarura, atëherë duhet me marrë institucionet e pavarura, secila veç e veç duhet me marrë përgjegjësinë për çalimin që e kanë. Në këtë rast më kujtohet shumë mirë kur është bërë strategjia e kaluar, ka pas probleme se kush do ta miratoj strategjinë. Pra nuk kemi pas të qartë as kush do ta miratoj strategjinë, më pas është miratu disi dhe ka hyrë në fuqi strategjia. A është implementuar? Jo, plot raste ka pas, plot kërkesa ka pas, plot kërkesa prej vetë institucioneve, sepse vetë institucionet kanë paraqit, kanë thonë kështu do të jetë ligji ose kështu do të ndryshon këto ligje, dhe më pas kur kanë ardhur puna me u ndryshu, që ajo pjesë vetë ato institucione kanë hek dorë, kanë ndru mendim ose kanë pas një kërkesë tjetër nga ajo që është përfshirë në strategji. Normalisht që strategjia nuk duhet më pas si diçka një libër i shenjtë ose një që nuk ndryshohet, strategjia ndryshohet edhe për shkak të do të më bëj vlerësime të vazhdueshme për me pa, nëse kemi nevojë për me ndryshu diçka, atëherë me ndryshu dhe me shku qandena. Nëse ka nevojë më ushtu diçka, atëherë do të më ushtu në drejtim të kësaj. Kjo më mu lidhë të strategjia dhe për... duhet me ditë me bëjë strategji? Jo, elementi i parë është që strategjia është vizion politik se që është luftohet korrupsionin në Kosovë. A është, a ekziston Dhe që për momentin për politik? 4 vite na nuk e kemi vizionin politik se që është luftohet korrupsioni në vendin tonë në të gjitha institucionet.
çka është gabimi i parë dhe çka është problemi i parë në këtë drejtim, është që strategjia nuk i ofron misionin edhe objektivat strategjike të shtetit, të cilat duhet mu implementu në secilin mekanizëm në fushën e parandalimit edhe luftimit korrupsionit. Për me përkthy për qytetarët. Çka ka ndodhur në grupin punues të strategjisë kundër korrupsionit, është që ai grup është shndru në një fontan të dëshirave të institucioneve, që ata po dojnë me vendos një aktivitet që aty, me cilin ata po menojnë me e luftu korrupsionin. Që kjo për mendim tamin është gabim. Këtu do të ketë mision strategjik të qeverisë, objektiva strategjike, të cilat pastaj duhet në krejt piramidën e shtetit me u implementu. Pra, nuk mundet një institucion me bo mekanizmat të tjerë për parandalimin e korrupsionit e tjetëri tjerë. Pse? Do të me ekzistu standardet për të gjitha institucionet që janë pjesë asaj strategjie. Çka janë standardet? Parandalimi i korrupsionit nuk është vetëm me dërgu njerin në burg. Parandalimi i korrupsionit është prej fazës të parë, prej kur e shtin zyrtarin në punë, që nënkupton procese meritokratike të rekrutimit të njerëzve në punë. Pse s'është fut kjo në strategji? Pastërtia figurës, lidhja politike, financimi politik, prejardhja dhe problemet të cilat i ka pas. Në rast se na e kishim pas në strategji, që të gjitha proceset duhet të jenë meritokratike, të bëhen me komisione të qarta, mos me mujt financues e partive me hi në punë, po me hy ata që e meritojnë, procesi me qenë i vlerësuar çu duhet, atëherë të gjitha institucionet kishin pas rekrutim profesional dhe tjerë. Çka na kish mundsu kjo? Sot nuk kishim pas simpatizant politik në krye të institucioneve të pavarura, në krye të ndërmarrjeve publike, në krye të mekanizmave të cilët ata nuk ishin dashur me kon atje, përfshirë institucioneve kredibile të pavarura. Çka është ndërtuar këto 4 vjet, është që fillimisht i dashur me qenë atë listën e donacioneve, e tani e bu i qatshëm, e ke plotsu kriterin e parë për me qenë antar bordi ose diçka tjetër në këtë drejtim. Kreshnik, qeverisja ka ardhur me idenë që ka mi luftu këto dukuri. Ka ardhur me premtimin që ka mi luftu, po tash merrni bordet, merrni ndërmarrjet, merrni agjencitë e pavarura, qëni backgroundin politik njerëzve dhe e sheni që kanë ardhur ata njerëzve që kanë mri me u funksionu aty. E dyta është kontrolli i integritetit, që është fusha më e rëndësishme. Strategjia do duhet të kishte parim bazë që ti nuk mundesh me qenë drejtari i ndërmarrjes, të pas akuzë aktive për korrupsion dhe ato të ditën që është aty. Tash Kjo problem institucionet privat Kreshnik për çështjen e akuzave ndaj drejtorave thonë duhet me pas njerëz që ishin tek këshyrim prokuroria apo ngrita këtë akuzë. Ta shtojnë tek këshyrim vendimin e Integriteti nuk gjykatës. shkon vetëm deri te akta akuza, shkon edhe te përdorimi i resurseve, te shpenzimet e parës publike dhe te elementet e tjera. Pra, strategjia do duhet të ketë parime specifike që secili mekanizëm brenda institucionit vetë mi pas parimet e integritetit të cilat i zbaton. Llogaridhënia, që është problemi po ashtu shumë i rëndësishëm në fushën e trajtimit të korrupsionit. Na e tentojmë llogaridhënien me bë vetëm para gjykatës dhe vetëm në aspektin penal. Llogaridhënia i ka dhe 2 fusha tjera të cilat janë shumë të rëndësishme, të cilat në vendin tonë nuk zbatohen. Është vlerësimi i performancës, që nënkupton që ti nuk je i aftë me e kry punën që në ki, edhe vlerësimi disiplinor, i cilën nënkupton që ti qëllimshëm nuk je të e kry punën. Dhe në këto 2 situata ekzistojnë 2 pasoja të rënda. E para, në rast është vlerësu që ti nuk din, kthehesh në bazë edhe me një pozicion më atull, dhe ajo disiplinore e cila ti del prej punës. Në shumicën e institucioneve tona, sistemi llogaridhënies është problematik dhe nuk mrin me u implementu. Edhe ai mbi bazën e llogaridhënies së vlerësimit të performancës, edhe ai të disiplinit. Pastaj vazhdojmë te prokurimi publik dhe te mekanizmat e cilë strategjia i dashmi imponuar se cilë institucion me mbikëqyr prej planifikimit deri në fund, e pastaj edhe te një koncept tjetër të cilën strategjia e promovon, po i cilën vendin ton hala nuk është nis me u zbatu, që është corruption proofing të legjislacionit, apo analiza fillestare që secili ligj sa më shumë neve na fut në fushën e korrupsionit në rast se e zbatojmë. Pra këto janë mekanizmat parandalues. Pastaj kur dalim te luftues, strategjia do duhet të kishte një vizion të qartë qysh ndërtohet luftimi i korrupsionit dhe cilat janë kompetencat e secilit institucion në trajtim kësaj pune. Dhe ta kuptojmë një herë mirë që na në vendin tonë, fakti që e kemi të shthurur luftimin e korrupsionit, neve na bjen deri te fakti që na nuk mundna me njek edhe me gjyku korrupsionin deri në fund. Genci. Po, falënderit, domethënë po dëgjoj me vëmendje, në pjesën vazhdimisht përpjekjet janë që qoftë me masa ligjore, qoftë me strategji, qoftë me veprime konkrete, me i kontribu për ndalimit të luftimit të korrupsionit.
Dhe këtë do të thotë kemi bërë tash e 4 vjet. Do të thotë nëse marrim me që diskutim është raporti i progresit, nëse marrim dhe shikojmë raportin, sidomos të baza ligjore, realisht përmend disa gjetje që janë progresive në kuptimin, për shembull thotë Kodi Penal kriminalizon në mënyrë të përshtatshme veprat penale që lidhen me korrupsionin. Pastaj, korniza ligjore për luftën kundër korrupsion ekziston dhe është e përshtatshme në lidhje me masat parandaluese dhe e kënaqshme në lidhje me dispozitat e zbatimit të legislacionit. Nëse janë këto gjendje. Vetëm pak tash, do të thotë këto janë kjo vetëm te raporti i progresit. Tash unë mund të flas edhe për veprimet e tjera sepse ne prioritet edhe si Ministria e Drejtësisë kemi pasur, domethënë, luftimin e korrupsionit, llogaritjen e institucioneve. Edhe nëse marrim dhe shohim disa nga veprimet antikorrupsion ose që kanë kontribuar luftimit të korrupsionit janë miratimi i paketës ligjore antikorrupsion, përfshirë ligjin për APK-n dhe atë për deklarimin e pasunisë, do të thotë. Po flas për këtë 4 vjeçar. Pastaj kemi edhe zbatimin e strategjisë për sundimin e ligjit. Nëse marrim nga raporti i fundit po flas, nëse marrim edhe shikojmë masat ose aktivitetet që janë zbatuar dhe që janë në zbatim sipër dalin 81%. Është ndër herat e parë, domethënë, që kemi një strategji që implementohet në mënyrë kaq të kënaqshme. Nga të gjitha institucionet. Po, vetëm pak. Ta bëj pyetje. A e den deri sot pse se kemi që vetëm pak. Miratimi, unë përbes, do të thotë kanë qenë ka pas diskutime në grup. Kemi strategjinë, kemi ligje, kemi strategjinë për sundimin e ligjit që përfshin masa fantastike parandaluese dhe të luftimit korrupsionit. Edhe që zbatimi që është përmenda në bazë të raportit të fundit, zbatimi do të thotë është ajo që është zbatuar plotësisht, edhe që është në zbatim e sipër është 81%, që është edhe këto kemi vetëm pak. Unë po flas me detyrë e çdo ministri, resortit ministror me bë raportin e zbatimit të ligjit për këtë. Jo, kjo ka qenë me gjitha institucionet. Ka qenë me gjitha institucionet. Jo, ka qenë me, do të thotë, ka qenë jo vetëm Ministria e Drejtësisë. Jo, ligjë zbatuese është Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokuror. Pastaj e kemi ligjë zbatuese Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ka shumë institucione dhe agjenci që zbatojnë. Dhe kanë masa që janë direkt përgjegjëse vetë, edhe që janë mbështetëse në këto masa, do të thotë. Dhe unë po flas me gjetje konkrete. Pastaj e kemi dispozitat e procedurës penale edhe penale, që përmend edhe vetë raporti i progresit. Do të thotë që janë madje këto të për shembull kemi miratu, domethënë ndryshimet të kodit procedurës që mundsojnë largimin e inspektorit publik me këtë akuzë. Pastaj, kjo që përmendet, pastaj kemi ndryshime penale që mundsojnë ndalimin e ushqimit të funksione publike për zyrtarët abuzues. Pastaj te sinjalizimi, do të thotë është një gamë e tërë me ose një kodeks, më mirë me thënë, që përveç se është miratu edhe tentohet, domethënë në mënyrë më të mirë me u zbatu me masa konkrete. Dhe ne po e bëjmë atë. Nëse i keni bazat, a keni ndonjë statistikë sa persona zyrtarë të cilët janë me akt akuza kanë dalë pi punës? Nëse ekziston janë Unë po flas me statistika, tash ju e dini që ndryshimet të kodit penal kanë hyrë fuqi tash që 1-2 vjet. Më intereson me ditë apo zbatohet kjo bazë të cilën e keni. Unë po flas me gjetjet që mbas pari për strategjinë për sundimin e ligjit, po tregojnë statistikat për gjitha institucioneve që kanë dalë publikimi, do të thotë, po thonë që 81% janë zbatuar aktivitetet plotësisht dhe janë në zbatim e sipër, do të thotë. Pastaj, këto i përkasin tash prokurorisë edhe gjykatës në kuptimin e zbatimit të legjislacionit, saktësisht që ndërlidhet me veprat penale kundër korrupsionit. Do të thotë ajo që dashta me thonë është vërtet nuk mundesh me thonë që nuk ka përpjekje, unë po flas edhe për domenin që mbuloj. Edhe përpjekje edhe trajtim me prioritet. Do të thotë sepse ka qenë ndër top prioritetet që kemi pas. Madje keni qenë në pjesë e grupeve, ka qenë shoqëria civile, ka qenë Florenti, ka qenë Kreshniku, ka qenë edhe të tjerë, e kanë pa vetë do të thotë se si punohen dhe si tentojnë me bëj ligjet më të mira. Jo vetëm nga gjitha aktorët që kanë qenë këtu, edhe institucional, edhe ekspert, po edhe në kuptimin e bashkëpunimit me vetë trupa ndërkombëtare. Po, ne kuptojmë që kur e kemi nisë diskutimin në vitin 2021 për qeverinë e re, premtimet kanë qenë që s'ka ministra me akt akuza, s'ka drejtorat ndërmarrjeve publike me akt akuza, s'ka njerëz të përfshirë në korrupsion që kanë me qenë pjesë, s'ka financues partisë në pozicionet në alta të pavarura, të cilat ishin dashur me qenë të pavarura politikisht, të gjithë ata që mundin potencialisht me shkel ligjin kanë me u ndëshku dhe nuk kanë me ecë përpara në avancime. Në anën tjetër, tash ekziston një realitet dhe një narrativ tjetër, e cila synon që këto
aktakuza, këto veprime, këto financime, këto emërime politike, me i shpallë si një luftë speciale kundër qeverisë dhe këto mu legjitimu. Dhe kjo është problematik, të cilën na duhet me konstatu në vazhdimsi. Pra, kemi emërime politike, kemi njerëz me aktakuza në pozicione shumë të larta, kemi njerëz të cilët edhe në raportet ndërkombëtare po na dalin që nuk është mirë me qenë aty për shkak të ndikimit dhe mundësisë që ata me u pa si të ndikuar politikisht në institucione të pavarura, të cilat sipas ligjit, sipas kushtetutës nuk ishte dashur me pas financues të partive politike krye tyre. Unë veç kisha me thonë që ato që ka gjenë, si po edhe Krishniku e përmendi, na jem replikë parlamentare. Parlamenti mbikëqyrë zbatimin e ligjit. Mirë po, çdo ministër në baza vjetore i raporton lidhur me zbatimin e ligjit të parlamentit. Ashtu ekziston. Tash ajo asnjëherë nuk bëhet. Unë kam qenë kryetar i një grupi për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për policinë e Kosovës. Ju kam thënë me rekomandime që janë miratuar në parlament, e tash pyetje sa janë zbatuar ato rekomandime që janë dhënë. Për këtë arsye duhet të jenë kujdesshëm. Me bëvesh një ndërhyrje të lehtë këtu. Jemi drejt fundit dhe po dume lutem shkorrëkeci. Asnjë rast për këto 4 vjet nuk e gjen një mungesë të ministrës në komisionet parlamentar kur kanë thirrë me raportu. Po, saktësisht. Kemi qenë vetë me ministrin, kemi raportu edhe jemi përgjigj pyetjeve konkrete edhe masave konkrete për cilat janë interesuar deputet. Në kiki asnjë. Ne ka qenë transparente. Them detyrimisht çdo ministër, resor ministror për fushën e ligjeve të veta i raporton parlamentit në baza vjetore lidhur me zbatimin e ligjit. Gjithashtu formohet në kuadër komisione funksionale që për mbikëqyrjen e ligjit edhe jap rekomandime. Pra atë po duam të them. Zotërisha mund të ndal tek njëra prej pikave që ka përmend raporti, e që është performanca në hetim të rasteve të krimit. Është kritiku pa ashtu prej anës së raportit. Lufta ndaj drogës, krimit organizuar, sipas raportit është si përfaqësore, ka numër shumë simbolik të hetimeve për shpërlarje të pareve. Po, tash në këtë drejtim mendoj që ka një avantazh në luftën kundër drogave dhe substancave narkotike, ka një përmirësim krahasim me raportin e kaluar, kjo duhet të cekur. Mirë, por po them çka duhet të ndodhin edhe kthehem në këtë pyetje për vërejtjes e komisionit. Pra, reforma në sektorin e sigurisë, po flas edhe në sektor tjerë që i referohet pra edhe raporti, mandej miratimi i strategjisë kundër krimit të organizuar, po them çka do të ndodhë pas këtij raporti, pra 2025-2023 me planin e veprimit, mandej të përmirësoj hetimet për ndjekim penale të profileve të larta të krimit të organizuar, për ato që janë të zgjetura, të projektojnë në mënyrë proaktive grupet dhe rrjetet e krimit të organizuar, në çështjet e hetimeve, edhe nga policia apo prokuria, të forcohet aktiviteti e rrezimit të konfiskimit penal, duke themeluar fondin e konfiskimit dhe rritjen e përdorimit të mjeteve të konfiskuar nga prokuria dhe policia. Mandej edhe të përforcoj maksimal mekanizmat për integrimin e viktimave të trafikimit dhe qenieve njerëzore, gjithashtu kur flasim për kontrollin e kalimit kufirit, të jetë sipas standardeve të Frontexit me vendet pra që kufizohet Kosova, përveç normal me Serbinë, e cila ka qenë atëherë në menaxhimin e integruar të kufirit, por pas arrestimit të atëhershëm të Xhuriçit, nuk u zbatuat deri në fund, por realiteti është që me gjitha vendet tjera kemi një sistem të menaxhimit të mirëfillt, por me një mungesë të caktuar tash të kohës lidhur me infrastrukturën, mandej detektorët, kamerat e ato që edhe trajnimet që do të bëhen me qëllim të përmirësimit të performancës, edhe të kalimit kufitar, por njëkohësisht edhe mbikëqyrjes së vizë kufitare. Florent, në fund, po du me përfundu këtë debat, të pyet nëse mundet me u zhvillu reforma në drejtësi pa emërimin e kryeprokurorit, njëna prej çështjeve që është përmend edhe në raportin e vitit 2023. Realisht po, na ka përcjell me vite, domethënë është u përcjell kjo çështja e kryeprokurorit të shtetit. Ajo çka presidenca ka gjetë
normalisht që ishtë dasht me reflektu pak edhe tek Këshilli Prokurorali i Kosovës. Gjithsesi menoj që është një luftë mes dy institucioneve, edhe Këshilli Prokurorali edhe Presidencës, për me arrit me bo njerin e caktuar. Është diskrecioni i Presidentës normalisht që s'mundesh me marrë edhe me mohu si diskrecion, miratimi ose mos miratimi i një zyrtari të lartë, për shkak se kushtetuta ja ka leju një veprim të tillë. Unë menoj që Këshilli Prokuroral ishtë dasht me tash më së fundi ritheksoj para rikërkesë tek presidentja për miratim, po gjithsesi nëse kërkesa e presidentes ka qenë me u respektu sidomos çështja e integritetit që u përmend shumë, edhe çështjet e tjera për të cilët ajo mendon që nuk janë plotësuar nga kryeprokurori, atëherë unë mendoj që Këshilli Prokuroral është dashur me reflektu dhe me zhvillu edhe një procedurë të re, për shkak se nuk është një procedurë e cila ka përfundu. Pra edhe nuk është një procedurë e cila i është premtuar dikujt që ka me u bë. Nëse Këshilli Prokuroral do të mundet që tani, edhe tash në këto momente mund ta shpallte konkursin e ri dhe mund të fillonte procedurat nga e para, edhe me monitorim të gjerë të shoqërisë civile, po edhe monitorim të gjerë edhe të mediave, për me dalë të një kryeprokuror i cili do të ishte jo i pranueshëm, po të spaku të kishte integritet. Kështu shpaku nga raporti me presidentën. Faleminderit shumë. Shkues të nderuar, ishte ky debati për raportin e progresit të Komisionit Evropian. Ne diskutuam për shumë fusha, shpresojmë që institucionet të cilat e gjejnë veten në këtë raport me i marrë seriozisht gjetjet dhe me nis me i trajtu ato. Ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.